Tha Ibn Abasi, veprat e mira sjellin dritë, sjellin nur, zemrën tënde, krahërorin tënd, gjoksin tënd, fytyrën tënde, furnizimin tënd, bereqetin tënd, jetën e kësaj bote por edhe në botën tjetër. Por veprat e këqija sjellin errësirë në zemër, në trup, në krahëror, në furnizimin tënd, në pasurinë tënde, në bereqetin tënd, edhe në jetën e kësaj bote, por edhe në botën tjetër. Nga dënimet dhe pasojat që ka mundësi të sjellin mëkatet, fillimisht është se ato sjellin poshtërsi tek vepruesi i tyre. E tha Ibn Mubarak në një poezi: Ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khayru li nafsika isyanuha. Kam parë dhe kam vret se mëkatet e vdesin zemrën dhe të bërit në mëkat në vazhdimsi sjell deri në poshtërsi, dhe dije se lënja e mëkateve dhe gjunave është gjallëri për zemrën, wa khayru li nafsika isyanuha, dhe më e mira të mirës tënde është që ti t'i lash ato. Së dyti vëllezër, mëkatet sjellin vetmi, largim, vrazhdësi ndërmjet robit dhe Zotit e tij, edhe ndërmjet krijesave në përgjithësi, edhe në qoftë se njeriu i posëdon të gjitha kënaqësitë e kësaj dynjaje, ajo ndjesi e vetmis nuk ka mundësi me u largu. Së treti vëllezër besimtar, mëkatet nëse shtohen, zemra jote do të ngurtësohet dhe njeriu bëhet i pavëmendshëm ndaj urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Ibn Abasi, veprat e mira sjellin dritë, sjellin nur, zemrën tënde, krahërorin tënd, gjoksin tënd, fytyrën tënde, furnizimin tënd, bereqetin tënd, jetën e kësaj bote por edhe në botën tjetër. Por veprat e këqija sjellin errësirë në zemër, në trup, në krahëror, në furnizimin tënd, në pasurinë tënde, në bereqetin tënd, edhe në jetën e kësaj bote, por edhe në botën tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna al-abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kur robi i Zotit i mëkaton Allahut azza wa jall, në zemrën e tij do të ngulitet, do të vendoset një noll e zezë, një pikë e zezë. Nëse ai kërkon falje, Allahu ja fal dhe largohet kjo njoll, largohet kjo pikë e zezë në zemër. Por në qoftë se ai nuk pendohet tek Allahu te bareke ve taala dhe nuk i bën istighfar Allahut azza wa jall, kjo zemër do të mbulohet me pika të zeza dhe kjo është në përputhshmëri me ata që tha Allahu te bareke ve taala: Kalla bal rana ala qulubihim. Jo, kurse se zemrat e tyre janë të mbuluara, zemrat e tyre janë të ndryshkura, zemrat e tyre nuk janë duke ndëgjuar fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit alayhi salam.